Dje së pardjej ka qenë diçka jashtëzakonisht e çuditshme edhe që së marr vesh ason si Sami Gjoka, që nuk jam një nga kokët më të mençure të kombit, po s'jam as një nga kokët më idiotë të kombit. Jam aty mes njerëzve dhe s'arrit marr vesh asgjë, edhe thom me vete, po çfarë merr vesh populli? Për çfarë po grintën këto si qenë në parlament? Në parlament po diskutohesh një ligj që unë se mora vesh, sa është bosja kocka që e hellë sa qenëve të urit, ku ka ca fytët i madhe i vogël dhe të skopton çfarë po ndodh. Ligji thuhet, sipas mendimit tim, që votohet i japin barazi njerëzve pa dallim gjënie. Ai e mashkull, ai e femër, t'i japim barazi të plot para ligjit. Berisha me aty në parlament duket sikur me lukanin e vet. Sulet edhe thot që ç'është ky ligj që shkatron familjen, për arsye se vetëm dy gjini ka mashkull dhe femër. Nga ana tjetër del një person për cilin unë kam respekt, se di si ta mbyll këtë. O Rostem, po jam në linjë, më Rostem ti e shikon, një Rostem Kurbeci, një mik i mirë. Edhe një herë, se më boni telefon gjatë kohës që po flas, një miku im i mirë, Vlonjat dhe Dursak, si që është në Urkë, Vlonjat ashtu Korçare, Dursak, Rostem Kurbeci. Po edhe një herë, në parlament vlezër e motra, po votohesh një ligj, që unë si një fshatar i thjesht, Sami Gjoka, por që nuk jam as më budalli mendoj i kombit ton, natyrisht as më i mençmi, nuk e mora vesh. Për arsye se duket sikur thuhet që po votohet për barazi midis burrit dhe gruas, femrës dhe mashkullit, djalit dhe vajzës. Kështu thuhet, ky është ligji që po votohet. Berisha me lukanin e tij del dhe solvan edhe më jep mendimin që ata nuk po votojnë për barazin midis femrës dhe mashkullit,